Mirdita të gjithëve, polarizimi I mendjes njerëzore. Dëgjojeni, o njerëz, dëgjojeni për të mirën tuaj. Kjo nuk është një teori konspirative, po është realitet. Dhe unë do t'ju tregoj fakte të pakundërshtueshme që është realitet. Nuk do ta gjeni gjithkund këtë informacion që do t'ju jap sot. E kam me gjithmend këtë, dëgjojeni me kujdes deri në fund, sepse është për të mirën tuaj, ju dua fort, unë do t'i them aq sa di. Pastaj së bashku le ta diskutojmë. Ndaj them gjithmonë që kush është rasisht dhe nuk e ka bërë, bëjini like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe ju falenderit që jemi për bashkë. Është bërë një studim para disa viteve dhe tani u bë realitet 100%, pra një kontroll total I mendjes njerëzore. Po si bëhet kontrolli total? Quhet polarizim ose polarizimi I mendjes njerëzore. Është bërë studim së bashku me disa psikolog dhe disa neurolog dhe shkencëtar botëror, nuk bëhet fjalë për gjëra budallëqe këtu, Dhe studimi ishte bërë para disa viteve, përpara se të nxirrnin një kanal që në të vërtet është TikToku. Pra, për momentin që do po krijonin TikTokun, bën disa forma. Dhe unë do t'ju tregoj atë që të kuptoni thelbin, sepse që të gjitha janë kështu. Por ai u studiua pikërisht për këtë. Dhe tani u intensifikua para 2 muajsh, por në fund do t'ju them këtë që çfarë u bë para 2 muajsh. Por para disa viteve, siç ju thash, u studiua se si duhej të bëhej dhe kishte një ngjashmëri një tjetër kanal që ose më mirë një social media që ishte Musical.ly, qose mbani mend TikToku nuk ishte TikTok, por ishte Musical.ly dhe vendosnin aty disa muzikë njerëzit dhe kënaqeshin. Në fakt kishte marrë përpjesime të mëdha, nuk ishte kineze në atë kohë, por ishte evropiane, pra si social media dhe e blen dhe sepse kuptuan se ku ishte thelbi. E provuan në 100 njerëz fillimisht. Dhe në 100 njerëz 98 prej tyre bën scrolling. Pra 98 prej këtyre njerëzve u provua me shkencëtar, po flas, nuk u provua kështu. Dhe ata filluan që të bënin scrolling. Pikërisht ai scrolling është mjaft thelbësor në jetën e secilit. Do t'ja u them ka disa gjëra pas kësaj që nuk mund të thuhen publikisht, por unë do të them vetëm ato kryesoret. Dhe tek scrolling që bënin, këta 98 njerëz në 100, merreni me mend, në 198 sepse mendja e njeriut është parazitare. Dhe kështu që gjërat e thjeshta I kërkon, nuk kërkon gjëra të vështira. Dhe këta 98 sa më shumë mbanin telefonin në dorë, aq më shumë e donin atë. Pikërisht nga kjo scrolling. Kurse të tjerët që ishin më të zgjuar dhe donin që informacion, donin që të qëndronin në një video, nuk arrinin dot dhe me kalimin e kohës e lan fare. Pra ata pjesa tjetër e lan, nuk donin që të bënin scrolling dhe nuk ishte për ta. Në fakt u kthyen tek social media të tjerë me si për shembull Facebook apo të tjerë që hapin vetëm këto news. Pra një pjesë e vogël prej tyre ishin ata që I mbijetuan, kurse pjesa tjetër dërmuese, thash, 89 janë shumë. 89 prej 100, por e bën 100 e bën disa herë, rreth 1000 herë këtë test tek 1000 njerëz. Dhe në fund fare kuptuan që ky lloj sistemi, pra scrolling, është ai thelbësori për të kontrolluar mendjen. Fillimisht ishte ky, pastaj ka dhe gjëra të tjera siç ju thash. Por teksa bën këtë, ata vendosën që të blinin Musical.ly dhe vendosën që të bënin TikTokun dhe bën TikTokun dhe ishte një sukses maramëndës. Në fakt, tani ka shkuar 5 miliard, apo 4 miliard sa ka njerëz që futen në TikTok. Tani nuk po flas vetëm për TikTok sepse I kanë të gjitha, por TikToku ishte ai që ishte studiuar. Tani, para disa muajsh u mblodhen këta që kanë këto social media dhe u mblodhen 40 prej tyre dhe morën rreth 6 shkencëtar, neurolog, neuroshkencëtar, psikolog të famës botërore. Dhe kuptuan thelbin se ku duhet të përqendroheshin. Pikërisht pra kërkuan që të bëhet algoritmi që të kontrollojë mendjen e njeriut. Pra ta polarizoj. Çfarë është polarizimi I mendjes së njeriut? E thjesht. Polarizimi e gjeni në të gjitha gjuhët, që do të thotë polarizimi I mendjes njerëzore. Bile do t'ju këshilloj që ta kërkoni në anglisht, në italisht, në të gjitha gjuhët. Polarizimi I mendjes njerëzore nuk është gjë tjetër, veç se kontrolli I mendjes tënde për të treguar botën ty ashtu siç dëshiron ti. Nuk e dim kuptoni apo jo. Ashtu siç ti dëshiron të ketë bota.
Pra ti në qoftë se futesh këtu në telefon, në qoftë se keni vënë re, ti shikon ato që ty të interesojnë, videot që të interesojnë, mesazhet që të interesojnë etj etj. Bile në këtë mbledhje që u bë para disa muajsh, u studiua dhe u vendos që videot apo çdo lloj informacioni që të gjithë njerëzit kalojnë përpara të shfaqen fillimisht mesazhet, komentet dhe videot që ty të interesojnë. Pra ti je protagonisti. Pse bëhet kjo? Sepse ti, duke menduar që je ti protagonisti, ti mendon që ke të drejtë dhe ti nuk ballafaqohesh me dikë tjetër. Pra ty të kanë kontrolluar totalisht dhe ti je totalisht me ta. Pra totalisht në mendjen, me mendje je atë çka ata bëjnë. Nëse ai të thotë ty kjo bëhet kështu, ti e bën. Nëse thotë kështu, po bëhet. Pse? Sepse ti tashmë je futur 1000% tek mendimi vetjak. Pra tek ajo që ti ke, tek bota jote, ti je futur totalisht aty, sepse ata të kontrollojnë. Është pak kompleks, por është mjaft e rëndësishme. Di që shumë prej ndoshta dikush nuk do ta kuptoj, por do t'ju them diçka tjetër që ta kuptoni më mirë. Nëse e keni vënë re, këto video që bëj unë këtu, Nadir Mura, në këtë kanal, pra në kanalin tim, shpesher i shikoj që i vjedhin dhe i çojnë në TikTok apo në vende tjera. Pikrisht në TikTok. Sepse edhe në vende tjera, në këto social media tjera, nuk bëhet shumë polemik, por në TikTok bëhet shumë polemik. Dhe pjesa dërmuese e mesazheve thonë, po kush e dëgjon këtë 8 minuta, 10 minuta apo 20 minuta? Pse? Sepse pikërisht për atë që ju thash, polarizimi. Duan scrolling, të shikojnë vetëm scrolling, të shikojnë një vajzë me fund kështu, apo të shikojnë një diçka për shembull për bukuria ajo vajza, apo diçka tjetër. Pikërisht për atë që atyre u intereson. Ky është polarizimi i mendjes njerëzore. Dhe tani ja kanë arritur, sepse me atë që vendosën tani para 2 muajsh, 3 muajsh, është totalisht e kontrolluar mendja njerëzore e çdo individi në të gjithë planetin. Unë ja u thash, të dëshiroj një komentin tuaj, çfarë mendimi keni për këtë argument, është thelbësor, jetik për ju në radhë të parë, për fëmijët tanë dhe për familjet tona. Pse? Sepse me këtë, pra me polarizimin e mendjes së njeriut, mund të bësh çdo gjë. Mund të dikush, për shkakun që i kontrollon, ai që i kontrollon, shiko sa e zgjuar është. Shikoni sa e zgjuar është. Sepse ai që e kontrollon, nëse një politikan, sepse politikanët ata që kanë para, ata e mbajnë. Pra kush e mban social network, kush e mban në këmbë? E mbajnë sponsorizimet. Dhe ai që ka para, çfarë bën? E pagon para. Nuk është se e pagon, thot ati, hajde këtu ti ati të TikTok, s'ka nevoj. Para i pagon në device, në këtë telefon këtu. Pagon 1.000 euro, pagon 10.000 euro, pagon 100.000 euro, nëse është i fortë, sa më i fortë është aq shumë pagon, dhe në momentin që ai pagon, të gjithë mendjet që ai dëshiron, sa më shumë pagon ai, por të gjitha mendjet shkojnë tek ai. Pra i gjithë mendimi, ai i bind ata që ai është lideri më i madh dhe fiton. Por fiton ai që ka më shumë para, sepse device-i, pra social network, nuk i intereson një njeri pa para, i intereson ai që ka para, dhe sa më shumë pagon tjetri, aq më shumë është i kënaqur social media. Kështu që i ka që të gjithë nën kontroll, ata me para dhe ata pa para. Nuk e di, më kuptoni apo jo, ka disa gjëra tjera që unë i kam këtu ze, doja t'i thosha, por nuk mund t'i them, por dëgjoni o njerëz, dëgjoni. Informacioni gjendet gjithandej, vetëm se ju duhet të dini se si ta kontrolloni. Të kontrolloni ju informacionin dhe mos t'ju kontrolloj informacioni juve. Unë u lodha duke informuar, u lodha duke thënë njerëzve, shpresoj që mos të lodhem që pastaj të psoj një kolaps, sepse jam lodhur nga pjesa dërmuese e njerëzve që nuk kuptojnë. Në kanalet e mia, të paktën unë, Nadir Mura, në kanalet e mia nuk dëgjoni asnjëherë që të ofendoj dikën. Futen disa që janë mos o zot, që jo vetëm ofendojnë, por unë e them për ta, nuk kuptojnë. Nuk e kanë kuptuar që është për të mirën e tyre, nuk është për mua pak fare nuk më intereson fare, bile në TikTok unë nuk fitoj asgjë. Por është në social media, por është një si mund ta them, banali i banalitetit që nuk arrin mendja që të ketë atë shkëputjen që të kuptoj që po prit mor, pse po ma thot mua ky këtu, ose pse e tha ky këtë. Pra unë nuk jam këtu sepse dua të bëj profetin, nuk jam këtu sepse dua të bëj çfarë t'ju them unë.
Unë ato që di i ndaj me ju dhe së bashku dua që ta diskutoj sepse edhe unë mësoj. Unë kam mësuar shumë nga ju. Ndonë se ju duket shumë paradoksale, por kam mësuar. Sepse ndonjëherë kur shkruan ndonjëri disa gjëra, unë futem dhe i kërkoj. Për më tepër, unë lexoj përpara se të jap këto informacione. Sepse gjej për shembull thelbin, për shembull këtë që e dija para pakosh dhe para 3-4 muaj që u mblodhën dhe këta, fillova të lexoja në çdo argument dhe në çdo bashkëbisedim që këta kishin bërë dhe kuptova thelbin. Dhe për më tepër ato që nuk thuhen. Dhe ka disa konspiracionistë që me të vërtet kanë gjetur disa informacione që janë vërtet makabre, por nuk mund të thuhen. Megjithatë, unë dëshirova që t'ja u them, mbajeni mend. Polarizimi i mendjes së njeriut është bërë realitet, e kanë arritur, por duhet jeni ju që ta kontrolloni informacionin. Nuk duhet jetë ai që është atje pas atij device, pra ai që ka atë social media që të kontrolloj mendjen tënde. Unë ja u thash, tani pres komentet tuaja dhe ta shpërndani këtë pafund. Faleminderit.